Gjermania do kthej 195 azilkërkues shqiptar me 2 avion charter këtë javë, duke nisur nga e mërkura. Sipas një njoftimi përshtyp të ambasadës gjermane në Tiranë, avioni i parë sillte të mërkurën në aeroportin e Rinasit 70 të dëbuar, ndërsa avioni i së njëjtës 125 të tjerë që kthehen vullnetarisht. Shpenzimet për kthimin në atë dhe thekson ambasada gjermane paguhen nga vetë azilkërkuesit shqiptar, teksa shton se shpenzimet në fjalë janë më të mëdha se ndihma që ata marrin gjatë qëndrimit të tyre në Gjermani. Teksa nënvizon se në Gjermani nuk ka azil ekonomik, ambasada ka publikuar dhe një email të marrë nga një familje shqiptare e zhgënjur nga udhëtimi dështuar. Këtu po shohim se gjërat nuk janë ashtu si na thonin të tjerët kur ishim në Shqipëri, thuhet në letër. Duam të kthehemi përsëri, pasi kemi 2 fëmijë të mitur dhe një grua të moshuar, të cilët qajnë gjithë ditën. Administrata e azilit na thotë se duhet të presim 4 javë dhe duhet të paguajmë vetë biletat e kthimit, por ne kemi shpenzuar të gjitha parat. Ju lutem na ndihmoni, përfundon letra.